Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në një iftar tjetër, si me përgatit edhe një recetë tepër të shishme dhe një iftar me plot të mira. Sot për iftarin e sotëm kam përzgjedhur këto receta që jeni duke i shikuar, duke filluar nga pitalkat e Ramazanit, pastaj sallatën me bulgur edhe menyn kryesore, mish viqe me perime dhe me salcë. Vazhdojmë të përgatisim recetat. Në fillim marrim filetat e viqet edhe fillojmë bëjmë prerjen e mishit në këtë formë, duke bërë fileta edhe më të holla, kështu siç mund ta shikoni ju në video. Paraparsisht për këtë recetë unë po përdor 1 kg e 600 gram mish viçi në fileta, por që po i ndoj kështu edhe në pjesë më të holla që më let mishi të kavërdiset pastaj. Te mishi shtojmë 1 lugë të gjellës me veget, shtojmë pak biber të zi, shtojmë hudhër pluhur, një lugë të mesme me kryp, mandej një lugë të mesme me biber të kuq, shtojmë edhe 1 gotë me vaj, pra gota është e vogël, ose 100 ml vaj, dhe po vreni që krejt përbërësit po i përzin mirë me lugë. Mishin mundeni me lanë në frigorifer një natë, por mundeni edhe me njëherë me vazhdu me përgatit. Tash pra në një tenxhere po shtojmë mishin edhe po e lam që të kavërdiset. Shtojmë 1 qep dhe vazhdojmë i kavërdisim mirë mishin. Duke u kavërdisur mishi, gradualisht ngadal do të lshoj edhe lëngun e vet, sepse dhe qepa tash do të filloj të lshoj lëng edhe të zbutet. Ne vazhdojmë e kavërdisim mishin. Në fillim do të vazhdojmë me kavërdis në temperaturë pak më të lartë e pastaj do e zvogëlojmë temperaturën. Kur mishi fillon edhe lshon lëngun, atëherë mundemi me i vendos kapakun edhe me lanë mishin me vlu ngadal në temperaturë mesatare, jo me u zi shumë shpejt që mos t'i humbet forma pastaj. Pra, vendosim kapakun edhe ko pas kohë e përzim edhe e lam kështu që mishi të zihet mjaftueshëm. Kur mishi është zi, tash po e vreni se krejt është gati, mirë po ka lshu edhe pak lang. Mishin tash e kena gati edhe lirisht mundemi me largu anash. Por para se ta largojmë, unë i shtoj edhe 1 lugë të gjellës me soja sos edhe e la për 1 minutë ashtu të kavërdiset vetëm pak, sepse soja sosi gjithashtu do të jep edhe ngjyrë mishit. E në ndërkohë po përgatisim specat. Për këtë recetë do të përdorim speca të kuq edhe speca të verdh. Pra, këto janë speca të trash. Pra, dollma si i theme. Edhe tash vazhdojmë përgatisim specat. Pikërisht këto janë specat që do t'i japin edhe shije më shumë mishit. Vazhdojmë specat do t'i ndajmë në fileta të holla, sikur që ndajtëm edhe mishin pak më herët. Specat e kuq. Mundeni veç me specat të kuq të përgatisni recetën, por nëse doni mund të bëni kombinim të specave. Kështu pasi t'i përgatisim specat, do të vazhdojmë me përgatit edhe qepën. Marrim 1 qep edhe ndajmë gjithashtu kështu sikur në video. Dhe tash po vazhdojmë, pasi kena krejt gati perimet, vazhdojmë marrim në tigan, pra shtojmë pak vaj, sa po të nxehtë vaji e shtojmë qepën, edhe kështu presim për 2-3 minuta që të filloj pak qepa të zbutet. E pastaj do të shtojmë edhe specat që i kemi përgatit. Tash këtu
unë do të shtoj edhe pak melmesa për t'i dhënë shije specave më shumë. Shtojmë pak veget, pra përsësh një lugë të çajit, pak biber të zi, por vetëm pak, edhe veç pak kryp. Dhe tani vazhdojmë kavërdisjen e specave. Unë kam zgjedh pikërisht të speca sepse janë pak më të trash edhe më të fortë, pra edhe pse kavërdisen, mirë po prap nuk ju humbet forma specave, po e vrine, pra kështu, jo në një temperaturë edhe shumë të lartë, pra kështu ngadal, edhe kur specat të jenë kavërdisur, edhe këtu janë gati, vazhdojmë edhe na e shtojmë mishen, pra e largojmë mishen nga tenxherja ku e kemi përgatit, e shtojmë tek specat edhe krejt i bojmë bashk. Pastaj do t'i përzim mirë edhe do t'a lëm mishin që të kavërdiset me specat sërish për 1 deri në 2 minuta, jo më shumë. E lëngu që kam mbet do të përgatisim edhe një sos. E në anën tjetër, sosi që kam mbet, tash po vazhdojmë edhe po e miksojmë me blender. Edhe kështu, pasi ta kemi miksuar mirë, do ta shtojmë tek një tigan ose një tenxhere. Pra e hedhim këtu. Edhe shtojmë krem për gatim, krem hopla ose krem gatime, parafërsisht 100 ml. Edhe tash vazhdojmë shtojmë soja sos. Soja sos i shtoj për t'i dhënë ngjyrë pra salcës, sepse merr ngjyrën pak më të errët, po gjithashtu edhe shije do të ketë pak më ndryshe. Nëse keni në shtëpi, mund të shtoni, nëse s'keni, atëherë e leni pa soja sos. Tash po e përzi edhe po e la kështu që ngadal të vloj, pra salca në fakt të zihet për së paku 3-4 minuta. Në një enë tjetër po shtojmë moja buke të freskët rreth 20 gram, pra po përgatisim pitolkat e iftarit. Këtu shtojmë një lugë të mesme me sheqer. Vazhdojmë shtojmë ujen, 220 ml ujë. Shtojmë 220 ml qumsht. Gjithashtu të dyjat janë të ngrohura, mos harroni. I përzim derisa të shkrihet moja e bukës. Pastaj e shtojmë mielin gradualisht nga pak, por duke patur kujdes mos të bëhet një brum i trash. Vazhdojmë shtojmë pak miell edhe shtojmë 2 lugë të mesme me kryp. Pra thash 2 lugë të mesme kryp. Shtojmë pjesën tjetër të miellit edhe vazhdojmë i përzim derisa të formohet brumi. Në total, për këtë recetë, mu deshton rreth 600 gram miell. Brumi i pitolkave bëhet i butë, lirisht mundeni me përzi veç me lugë. Pastaj, pasi që të përzihet mirë, krejt në fund shtojmë pak vaj, e formojmë brumin edhe e lajmë brumin që të pushoj mirë. Veç pak vaj, tash vazhdojmë edhe e formojmë ose japim formën e rumbullakët. Pastaj brumin e leni që të pushoj, pra, derisa brumi të dyfishohet mjaftueshëm mirë. Pasi brumi ka pushu mirë, atëherë mund të vazhdojmë me i përgatit pitolkat. Marrim brumin edhe vendosim në tavolinën e punës. Mandej brumin e ndajmë në pjesë të barabarta, duke formuar 6 pitolka. Sa për brumin e kemi ndarë, atëherë vazhdojmë edhe formojmë kulesht. Po shikoni që brumi është i butë, nuk është i fortë, dhe gjithmonë për pitolka, brumi duhet të jetë i butë.
Vazhdojmë se cilën pjesë e formojmë nga një kulaç. E pastaj vendosim në tepsi. Pastaj pitolkat do t'i la që të pushojnë edhe për 15 deri në 20 minuta të tjera. I mbuloj edhe i la kështu që të pushoj. E pasi të pushojnë, marrim një të kuq të vezë, një 2 lugë të gjellës kos edhe i përzim kështu. Me këtë përzierje do t'i lyej mbi pitolkat para se me i shti me i pjek. Po e vreni që pitolkat sërish, pra janë dyfishu, edhe ta shtojmë nga kosi që e kemi përgatitur. Mandej ju japim formë pitolkave. Edhe furrën e shpëretit, mos harroni që duhet ta lshoni spaku 10 minuta para se me i shti pitolkat me i pjek në temperaturë 220 gradë derisa pitolkat të piqen. Për 15 minuta besoj që do t'jenë gati. Por prap ju do t'i kontrolloni sepse jo çdo shporet pjek njëjtë. Shtojmë pak fara mbi, fara të zeza, mund të shtoni edhe pak susam edhe drejt në furrë. Pasi që të piqen, pitolkat janë gati. Veç i mbuloni edhe i leni pak të zbuten. Mandej mundeni me njëherë me fillu edhe me i hangër. E në ndërkohë po vazhdojmë me recetën tjetër. Në një tigan po shtojmë një qepë. Pasi kemi shtuar qepën, shtojmë edhe pak vaj. Pak hudhër pluhur. Vazhdojmë pak e përzim që të filloj qepa të zbutet ose të kavërdiset pak. E pastaj shtojmë pure domate, 2 lugë të gjellës. Shtojmë edhe biber të zi, 1 lugë të mesme. Unë prashtova 1 lugë të mesme me biber të zi. Vazhdojmë edhe e përzim qepën së bashku me puren e domateve dhe biberin e zi krejt bashk për 1 minutë për të vazhduar edhe për të shtuar përbërësit e tjerë. Do të shtojmë edhe nane të thatë, përafërsisht 1 lugë të çajit. Shtojmë 2 gota me bulgur nga ai që është i imët. Pra kemi 2 lloje të bulgurit, një lloj tjetër që është pilav bulgur, edhe kjo është për sallatë. Pra është i imët. E kavërdisim shpejt edhe shtojmë ujin. Këtu do të shtojmë përafërsisht 2 gota me ujë. Pasi kena shtu ujin, me njëherë vazhdojmë shtojmë 1 lugë të gjellës me biber të kuq, edhe shtojmë gjithashtu pak vaj, edhe me njëherë vazhdojmë e përzim. Edhe do e largojmë nga zjarri shpejt, sepse veç ka fillu që të zbutet bulguri. Tash, pasi që e kena përzim mirë, po e vreni që ka marrë edhe ngjyrë, edhe do ta mbuloj, do ta la kështu për së paku 1 orë derisa të pushoj mirë sallata e bulgurit. Për ndryshe, pas 1 ore do të vazhdojmë edhe do të shtojmë qepë të njoma. Këtu përafërsisht unë kam përgatit, pra mund ta shikoni anash, 4 deri në 5 qepë të njoma. Shtojmë qepët që i kemi përgatitur më herët. Edhe këtu do të shtojmë tek sallata pak majdanos. Është një ndër sallata tepër të mira të shishme që përgatitet lehtë, por që shijon shumë. Do të shtojmë edhe 100 ml vaj, edhe gjysmën e lëngut të limonit. Pra e shtrydhim gjys limoni kështu. Mos të harrojmë të shtojmë krye, përafërsisht dikon 1 lugë e mesme. Edhe shtojmë nga kjo salca që është nar ose sos shege, dikush i thot që është edhe uthull shege, por unë po i tham ashtu si shkruan, sos shege 4 lugë të gjellës.
kjo I jep shumë shije kësaj sallate. Është një sallatë e ftoftë, një sallatë turke, tepër e shishme. Edhe krejt përbërësit po I përzim me luk, derisa të përzihen mirë masa, edhe tash sallatën është gati. Ajo që ka na mbetet në fund është vetëm ta servojmë. Pra po e shikoni që po ja shtoj edhe pak kryp, për shkak se një lugë e mesme ka qenë pak, prandaj edhe pak I shtova. Do me thonë në total një lugë e gjys me kryp. Vazhdojmë edhe e servojmë. Edhe sallata me bulgur dal nga dal po bëhet gati, gjithçka veç më kemi arrit në përfundim të krejt recetave. Tash na mbetet pra thash të servojmë edhe të rregullojmë edhe sofrën e iftarit. Të gjitha recetat I kemi këtu. Edhe tash po vazhdojmë edhe po e përgatisim edhe sofrën. Në ndërkohë me këtë recetë po e shoqërojmë edhe me pak pilav ose orez. Edhe tash marrim mishin, e shtojmë në pjata. Kjo është një recetë tepër e shishme, mundeni me përgatit për mysafir. Unë këtu e kam përgatit për 6 persona, por kur përgatisni për mysafir për më shumë persona, mundeni përpos mishit të viçit, mundeni me shtu edhe me shpule, nga një kofshë shpule, edhe kjo sasi e mishit do t'ju mjaftoj për 10 persona ose edhe më shumë. Pra nëse e shoqëroni edhe me mish tjetër. Tash unë edhe pak sallat kam përgatit këtu me qep të kuqe, pak majdanoz I kam shtu, edhe pak kryp speci, pak kryp, edhe pak vaj pa kufull, kështu e kam përgatit. Krejt në fund edhe pak supë shtojmë, sepse çdo herë sofra e iftarit është e mbushur kur kemi përgatit edhe supë, pra diçka të lëngshme. Dhe tani krejt I kena gati, kena përgatit edhe ëmbëlsirë, por recetën e ëmbëlsirës do ta tregoj në një video tjetër, për shkak se video receta vërtet është bërë shumë e gjatë. Unë shpresoj që ju ka pëlqyer krejt recetat, jam mundu para juve me paraqit receta të mira, të shishme edhe të sakta. Pra nuk ju dështon receta nëse do e përgatisni sikur unë, gjithçka me masa të sakta. Besoni që krejt ju dalin ashtu siç thash. Nëse e provoni recetën ju bëf mirë. Unë vetëm se ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar, veç edhe pak ka mbet, edhe koha e iftarit veç më po afrohet. Zoti ju apranoft të gjitha lutjet në kohën e iftarit. Qoftë e bekuar çdo sofër e iftarit, edhe çdo sofër pas të mira, e të mira, e të mira. Sa ma shumë. Mos të harrojmë të shtojmë edhe salcën që kena përgatit për sosin, edhe koha për të bërë iftar. Bismillah, edhe do të bëjmë iftar. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.